Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër nderuam, jemi tek hadithi 39. Ky hadith ka të bëjë me disa legjislacione fetare. Hadith është përmend nga Ibn Abbasi, ku transmeton këtë hadith që Allahu Azza wa Jall e te i kalon mëkatin, do të thotë që nuk e regjistron si mëkat. E ka ngrit, e ka pezullu mëkatin nga ummeti im, nga ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cili mëkat? Mëkat i cili ka të bëj, mëkat i cili ka të bëj me gabimin, edhe me harresën, edhe me imponimin. Tash në këto raste, vëllezër nderuam, në këtë hadith kemi shumë ajete që kanë të bëjnë me këto raste. Ajetet e fundit të surës Al-Bakara, o Zot, mos na zë për të madhe ato çka i kemi bërë për shembull me harres apo me gabime. Edhe po ashtu kemi ajete tjera dhe hadithe tjera që kanë të bëjnë me imponimin. Vëllezër nderuam, ky hadith është i rëndësishëm së veçantë sepse ka njerëz të cilët nuk gabojnë, padyshim që çdo kush do të gabon. Tash kemi gabime me qëllim dhe gabime pa qëllim. Po nëse njeriu kishte marrë mëkate për gabimet e tija edhe pa qëllimta, e që nuk ka njeri i cili nuk gabon, atëherë kishte qenë shkatrimi ynë këtu, Allah na ruajt. Por në këtë hadith e shohim rahmetin Allahut Azza wa Jall, mëshirën e Allahut ndaj robëve të vet, se Allahu po i veçon disa rob të cilët ata rob gabojnë nga harresa, gabojnë gabime të paqëllimta, apo mund të gabojnë nga imponimi në raste të caktuara. Edhe Allahu e din se ky njeri harron dhe ky njeri gabon, andaj përderisa Allahu e ka krijuar kështu njeriun, edhe Allahu është i mëshirshëm ndaj këtij njeriu i cili i ka këto tëmeta. I pagabueshëm është vetëm Allahu. Ai i cili nuk harron është vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe ai i cili ndaj të cilit nuk imponohet asnjë forcë është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kurse njeriu ka raste të dobësisë, ka raste të harresës, ka raste të gabimeve. Ndaj vëllezër të dashur, ky hadith vjen si përgëzim për besimtarët. Vjen si përgëzim dhe vjen po ashtu edhe si amnestim për besimtarët. Vëllezër nderuam, çka është për qëllim në këtë hadith? A është vetëm mëkati në botën tjetër që Allahu nuk do ta gjykojë njeriu për këto gabime, për këto lëshime? Apo ka të bëjë edhe me çështën e dynjas, përderisa ke harru, nuk ka problem. Ky hadith ka të bëjë me ahiretin, me mëkatin në botën tjetër. Sepse harresa, nëse ka ndodhur harresa ndaj hakut të dikujt, ja ke marrë një borxh edhe ke harru me kthy. Tani tu ka kujtu, kom harru të datën me ta kthy dhe mi thon, hajse kom harru edhe lirohem për borxhit. Jo në këtë rast. Ai lirohet prej mëkatit, e nuk lirohet prej borxhit. Pra, në hadith vëllezër nderuam, Wallahu Azza wa Jall po na tregon që në të ardhmen në botën tjetër Allahu subhanahu wa taala nuk do t'i gjykoj besimtarët, nuk do t'i dënoj besimtarët të cilët kanë bërë lëshime për shkak të harresës. Kanë bërë lëshime për shkak të gabimeve, të paqëllimta, apo po ashtu kanë bërë disa veprime jo të lejuara në raste të imponimit. E tash,
në çdo rast për këtyre gjërave do të shpjegojmë pra më detajisht. Sa i përket nëse njeriu gabon diçka. Gabimi mund të jetë në veprim, apo në qëllim, apo në përcaktim. Si? Gabimi në veprim, për shembull dikush ka dalë në gjueti, edhe duke mendu se është duke gjuajtur ndonjë kafshë, ka gjuajtur njeriu, edhe ka vdek njeriu. Pra, gabimi ka qenë në veprim. Vend se me gjujt kafshën e ka gjujt njeriu, edhe këto, do më thonë, këto raste janë të njohura, kanë ndodhur, do më thonë, edhe tek ne në shumë vende të botës. Edhe ky njeri i cili e vepron këtë gabim në veprim, ky nuk dënohet për gabimin, pra nuk dënohet tek Allahu subhanahu wa taala, nuk ka mëkat për këtë çështje. Ose dikush gjatë vozitjes edhe pra gabon e shkel dikë. Edhe ky njeri nëse nuk ka bërë ndonjë lëshim, nuk i ka te i kalu shpejtësin, i ka marrë shkaqet e vozitjes së rregullt. Dhe ka ndodhur që dikush, ndonjë fëmijë ka dalë në rrugë, aty ku nuk duhet me dalë ndonjë fëmijë zakonisht, edhe ndodh pa aksidenti, në këtë rast shoferi nuk ka mëkat tek Allahu subhanahu wa taala. Gabimi në qëllim. Gabimi në qëllim, për shembull, kemi raste kur njeriu ka dashur me vepru diçka dhe ka vepru diçka tjetër. Pra, domethënë qëllimi ka qenë qëllimi legal, por gabimi tani ka ndodhur. Edhe po ashtu kemi gabimin në përcaktim. Për shembull, kjo mund të ndodhë ta zonë me ndonjë mjek. Është në komën e djathtë, ja operon komën e majtë. Vend se dorën e djathtë, ja operon dorën e majtë. Ndodhë, domethënë është veprimi në diagnozë dhe veprimi ndodh kështu të prapëtën në këtë rast kështu. Pra, ja kaput gishtin e gabuar, do një gabim në përcaktim në diagnozë. Allahu ta falë, për post nëse dikush vepron me qëllim në një gjë. Kjo nuk falet. Pra, për këtë çështje kërkohet pendim të sinqert prej Allahut azza wa jall. Nëse dikush në këtu pra tek gabimi po hym pa po kthehemi. Sheriatikisht, nëse dikush dikë e mbyt gabimisht, sikur ai i cili në gjueti e ka vrarë ndonjë njeri, apo sikur dikush i cili nga lartësia ka gjujt një material e ka mbyt dikë poshtë, në këtë rast, Allahu nuk e dënon në ahiret këtë person. Nuk ka mëkat. Por nuk do të thotë që ai lirohet edhe prej gjobitjeve në dynja. Në dynja në këtë rast, duhet që të paguhet gjaku i atij personit të vrarë, të mbytur gabimisht. Të paguhet gjaku. Të paguhet pra kjo obligim i dedikohet familjes së tij. I dedikohet familjes të afërmit të artipës, jo atij personi. Edhe kjo paguhet brenda 3 viteve. Nëse personi nuk ja fal ai i cili pra familja e atij personi që ka vdekur. Kjo për shkak që njerëzit me qenë pra ma sy hapur, ma larg pamës, të kenë kujdes, të mos jenë neglizhent. Pa ta arsye, domethënë sheriatikisht po, tek Allahu në botën tjetër po lirohet për mëkatit. Edhe në këtu në dynja nuk vritet ai sikur se dikush që ka vrarë dikë me qëllim.
pra nuk vritet nga gjykata. Është fjala, pra gjykata sheriatike. Se dihet që ai i cili vret, vritet në sheriat. Por nuk vritet nga persona dhe nga familjar, por është, domethënë, institucioni ekzekutiv, pra gjykata, është policia, është ata cilët domethënë mirën me këto punë, e nuk i takon individit të hakmirët. Sepse me këtë nuk ndalet më pas vllavrasja. Edhe fillojnë domethënë vrasjet edhe çdo kush e ka vrarë me qëllim apo as diçka. Këto raste domethënë janë a është me qëllim apo nuk është me qëllim, i përcakton gjykata. Edhe ky njeri përderisa vërtetohet që e ka mbyt dikon pa qëllim, jo me qëllim, pa qëllim. Andaj, ky nuk ka mëkat tek Allahu, edhe ka disa, mund të themi, benefite, se ky nuk e pagun atë gjak veç ky, por edhe familja e tij komplet. Do të obligohet familja e tij komplet me ndihmu që me pagu gjakin atij të vrarit, pra mbrenda 3 periudhës kohore, 3 vjeçare. Kjo sa i përket domethënë gabimit. E sa i përket harresës vëllezër nderuam, tek harresa kemi për shembull që kanë të bëjnë me çështjet me Allahun Azza wa Jall, me dinin e Allahut, me hakun e Allahut, me hakun e njerëzve. Me hakun e Allahut, disa harresa, më thëmë pranohen. Disa harresa, nëse vepron do veprime me harres, nuk pranohen. Cilat janë ato? Shembull, pe marrim agjerimin edhe namazin. Nëse njeri u han gjatë agjerimit, a i prishet agjerimi? Jo. Me harres han. Jo me qëllim. Me qëllim i prishet agjerimi, apo? Po me harres, ka thonë pejgamberi sam që nuk ka mëkat. Por namaz me haru, me hangër, me harres, a e prish namazin? Dietar kanë thonë, po e prish namazin. Po pse? Po pse zakonisht në namaz nuk është, njëri nuk gabon zakonisht me ngranë, se nuk është vendi ku hahet. Hama të agjerimi, se duhet mund dal nga haja, edhe njëri u zakonisht mund të haroj, edhe han. Pa të arsye këtu kemi pra dallim. Kur dikush han namaz, me harres, themi që kjo e prish namazin, sepse zakonisht nuk ndodh që njëri të haj në namaz. Edhe çka duhet më ai më bë? Ai duhet më përsërit namazin. Kurse ky i cili ka ngrënë gjatë agjerimit, ky nuk e kompenzon atë ditë që ka ngrënë. Sepse ka ngrënë me harres edhe zakonisht njeriu mund të harrojnë këto gjëra. Nëse njeriu ka harruar që me dhënë zeqat, i ka kalu koha zeqatit dhe ka harru që duhet me dhënë zeqat. Edhe tash e themi që hajtë se ka kalu koha dhe tash ti harresa tash lynë atë jo. Kur të kujtohet, atëherë duhet njeriu me kry zekatin, apo ka harru ndonjë namaz me fal. Ka harru se i këndia i ka mbet pa fal. Ka qenë i angazhuar mbas pune, ku ju ka kujtuar mas akşamit. Me thënë që hajde se në këtë rast do më thonë adin kaloj adin namazë dhe s'ki, jo, namazin, ka thënë pejgamberi s.a.s. kush do që flen, e zë gjumi, apo harron namazin, kur ti kujtohet, apo kur të zgjohet, atëherë le të falë, se atëherë është koha ti. Kështu që, mëkati i harresës është i shlyer, ishte janë shkaluar për Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse veprimi duhet të plotësohet në kohën që i kujtohet njeriut. Po ashtu vëllezër, të kjo, nëse dikush nuk e din që alkoholi është ndaluar dhe ka pi alkohol, ai nuk ndëshkohet sheriatikisht, se nuk e din se alkoholi është ndaluar, apo nuk e din që zinaja është ndaluar. Ta zonë, një njeri i ri në islam e ka pranu
rishtas e islamin, akoma nuk i ka kuptuar ndalesat të cilat janë në islam, edhe ky e ka vepruar një veprim të ndaluar. Atëherë, a duhet ky të ndeshkohet pra në gjykatën islame? Nëse nuk i ka ditë që është ndaluar, nuk ndeshkohet, as për zinë as për alkool. Po nëse e ka ditë që është ndaluar, por nuk i ka ditë se çka është ndeshkimi në dynja, ai ndeshkohet. A dini pse? Sepse ka ditë që është ndaluar. Përderisa është ndaluar, është minus, ti nuk duhesh me hy. Ani që pastaj nuk e di se sa gjoba, është 30, është 50, është 100, e ke ditë se të ndalohet me hy në minus, edhe ke hy, atëherë dihet që këtu ka, gjoba. Po sa është dhe kur është, ajo është diçka tjetër. Edhe njëjtë, themi edhe këtu, fetarisht. Nëse e ka ditë që alkooli ndalohet dhe zinaja ndalohet, dhe i ka vepruar këto gjëra, atëherë ky ndeshkohet dhe ka mëkat në këtë rast, edhe nëse nuk i ka ditë që çfarë ndeshkimi ka apo çfarë dënimi ka për atë mëkat. A jemi qartë deri këtu? Vazhdojmë tek pjesa e tretë. Ajo është pra imponimi, detyrimi. Nëse dikush detyrohet që ta bëj një mëkat, edhe këtu pra nuk ka mëkat për Allahut Azza wa Jall, por cili detyrim, cili imponim, nga kush, do t'i përmendim për ato kushtet, edhe për cilat haram e cilat ndalesa. Vëllezër nderuam, tek imponimi, e dini pra rastin e familjes së Jasirit, ku pabesimtarët mushrikët i kanë dënu atë shumë derisa i kanë shti me bo kufër, me mohu Allahun Azza wa Jall. Edhe e kanë pas të lejuar që me gjuhë të bëjnë kufër, kurse zemra e tyre ka qenë mbushur me iman. Zemra nuk ka lëviz, besimi tek Allahu Azza wa Jall nuk ka lëviz. Andaj, për kushteve të imponimit, vëllezër nderuam, është që ai imponuesi, dhënuesi në këtë rast, ai cili detyron, ta ketë atë mundësinë që ta dënoj atë njeri. E ka mundësinë që me zbatu dhe me kry, e ka atë forcë, e ka atë pushtet, e ka atë mundësi fizike, që me zbatu me atë çka është duke e imponu dhe kërcënu. Për shembull, duhet që ai ta ketë atë forcë, atë pushtet të tanishëm. Kjo është e dyta. Jo në të ardhmen. Me thonë, hajtë që mas një viti unë ta boj kështut, apo do të dënoj, apo. E treta, kushti i tretë është që ky që po i imponohet këtij personi nuk ka mundësi me shpëtu, as me kërku ndihmë, as me ikë. Nuk ka mundësi që dikush me nxjerr nga ajo situatë që është. Kushti i katërt është që pra imponimi, detyrimi, kërcimi të jetë me jetë, pra me shuarjen e jetës, me humbjen e jetës, apo humbjen e ndonjë pjesë të trupit. Humbjen e ndonjë pjesë të trupit, apo dënim fizik mbi trupin e tij të padurueshëm, që nuk mundet me dëru më, apo privim nga liria e tij, pra me burgosje. Këto pra vëllezër nderuam, i shtohet kësajna edhe një kusht tjetër, pra kushti të jetë
tani për tani, edhe këtë e përmendëm, po, pra është tani për tani që ai e ka të mundësi ta zbatojnë mbi këtë person. Tash nëse personi nuk i ka këto mundësit, nuk i plotëson këto kushte ai detyruesi, nuk pranohet për këtij personi që të veprojnë ndonjë veprim të ndaluar edhe të argumentohet, të arsyetohet se më kanë kërcënu. Sepse nuk ka qenë, pra nuk kanë përmbush këto kushtet ai kërcënuesi. Nëse kërcënuesi është i dobët, pra detyruesi është i dobët, nuk ka mundësi, ai dhunuesi nuk ka mundësi me i zbatu ato kërcënime, atëherë po ashtu ky person nëse vepron ndonjë ndalesë, ka mëkat, nuk shpëton nga mëkati. Pra po kthehemi këto mëkate që kanë të bëjnë me hakun e Allahut Azza wa Jall. Po me hakun e njeriut nuk lejohet, për shembull, në këtë raste me bë kufër ndaj Allahut me gjuhë dhe me kusht është që zemra e tij mos të lëviz nga imani, jo shkaku presioneve edhe ky me urrejt edhe feni islami, jo se qenë ka vështirë edhe me ndru mendjen edhe besimin, atëherë ky pra nuk arsyetohet me këtë çështje. Pra dhe zemra nëse anon ka pabesimi. E nëse zemra është e mbushur me besim, edhe këto kushtet pra po ashtu janë, shtohet edhe një çështje tjetër. Ajo ka të bëj me hakun e njeriut. Nëse dikush e imponon dikë dhe thot vrite filanin, jo se për ndryshe po të vras ty. Këto ka ndodhur për shembull gjatë luftrave. Ndodhin nga armiqet. Mund që me detyru për shembull adin dikë mbyte atë personin tjetër, mbyte atë musliman, mbyte atë tjetër. Kjo nuk lejohet. Nuk lejohet me mbyt me thënë që po më ka detyruaj me mbyt. Se për ndryshe kishte me mbyt mu. Atëre, themi këtu, shpirti yt është më i çmuar tek Allahu, më i vlefshëm se sa i ati. Kjo nuk lejohet. Atëre do më thonë këtu, vetë flijohet ai person dhe asesi me vra dikë tjetër. Këtu vëllezër nderuam, dietarët po ashtu e kanë futur një çështje tjetër që ka të bëjë pra me zinan. Nëse dhe zinaja ka thënë dikush detyrohet të bëj zina me dikë, po ashtu edhe këtu domethënë nuk shpëton nga mëkati. Sepse është çështja e epshit. Ai mundet që me frenu veten dhe asesi me pranu domethënë këtë mëkat. Kështu që vëllezër nderuam, këtu pra gjitha marrëveshjet dhe kontratat që kanë të bëjnë pra në ndikimin e imponimit, detyrimit të dhunshëm, me largimin e atij imponimit dhe detyrimit bin poshtë dhe prishin këto kontrata, sikur se kontratat e shitblerjes. Kontratat e shitblerjes. Ka ndodh, shembull ma konkret. Kur kanë qenë serbët, shkijet këtu, kanë marrë toka dhe kanë blet toka të shqiptarëve me dhunë. Kanë blet shtëpia, kanë blet toka me dhunë. Edhe ai ka qenë i detyruar. Në momentin që largohet dhe janë largu, elhamdulillah, janë largu pra ato kërcënime, ato detyrime, automatikisht ato kontrata bien poshtë dhe prishen, sepse kanë qenë pra në ndikimin e imponimit dhe kërcënimit me forcë. Kështu pra nuk mundet dikush me ardhë edhe me thënë pra jo, po unë e kom ble pastaj prej serbit një shqiptar adin, ti që ke pas me tonë nuk di, do më thonë unë e kom ble legalisht prej ati, do më thonë me islam, ajo kontrata e para është e prishë dhe kjo nuk ka të drejt me blen nga aj shqiptar. A jemi qartë dhe këtu. Edhe kurorizimet, nëse ndodhin pra kurorizimet dhe shkurorizimet nën imponim, si mas shumicës e dietarëve,
edhe këto nuk konsiderohen si shkurrizime. Dikush me dikon pra, i thënë shkurrizoje grujen. Në një imponim. Edhe kjo do më thënë me largimin e imponimit, do më thënë çdo gjë kthehet sikurse çish ka qenë pra para imponimit. Pra, çdo shitblerje, çdo kontratë, çdo marrëveshje, çdo kurrizim dhe shkurrizim në një imponim me largimin e imponimit bien poshtë dhe prishen gjithë ato kontrata. E lutim Allahun Azza wa Jalla të na udhëzon në rrugën e drejtë, të na falë mëkatet. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.